Ne kemi parë që ka pasur një miqësi të kryetarit Bashkisë Stambollit e Ekrem İmamoğlu me kryebashkiakun e Tiranës zotin Veliaj. Dhe për ironi të fatit ose jo, të dy janë prapahekurave. Ju thatë dhe folë pak më përpara lidhur me prapavin që çoi në arrestimin e kryetarit Bashkisë Stambollit. A mendoni që mund të hedhin paralele të njëjta edhe për rastin e Veliajt? Pra, a po ju ndodh dy miqve e njëjta gjë në politik? Jo, në fakt ta them kështu që unë njoh të dy, por njoh të dy edhe personalisht. Kam pas muhabet me të, kam qenë shumë herë përkthyesi i të dyve, nga një ndër përkthyesat ndoshta edhe ndër më të mirët në Turqi, po them ndoshta më mirë, por ndër më të mirët dhe kam qenë në të gjitha nivelet e marrëdhënieve Shqipëri, Kosovë, Turqi, domethënë po thuaç që nga presidentat, ministrat, të gjitha llojet e institucioneve dhe normalisht që nuk mund të shohim një vijë paralele me këtë, sepse një kryetar i Bashkisë Stambollit kur vjen për shembull, kur vjen në Tiranë ka do takoj kryetarin e Bashkisë Kukshit, jo, do të takoj të Tiranës. Do të thënë dhe kjo është normale sepse ne në Shqipëri vetëm bashki kemi Tiranën, të tjerat janë komuna, siç e thënë ata në Kosovë. Dhe në Stamboll normalisht që pavarësisht se nuk është kryeqyteti i Turqisë, por gjithsesi kryetari i Bashkisë është shumë i rëndësishëm, edhe pse në protokollin turk, në protokollin shtetëror turk, prefekti është më i lartë se sa është përpara kryetarit të Bashkisë, edhe pse emërohet nga qeveria, prefektit dhe kryetari dhe bashkia votohet nga populli, gjithsesi është domethënë kryetari i Bashkisë është i dyti, por këtë marrëdhënie për paralelizëm nuk e shoh me të drejtën, sepse arrestohet një tjetër në një vend tjetër, një tjetër në vend tjetër, plus që nëse na kujtohet, domethënë Shqipëria, Ekrem İmamoğlu ka një program për të gjitha bashkitë e rëndësishme të kontinentit evropian dhe në një kohë edhe Erion Veliaj ishte edhe kryetari i saj. Domethënë kjo është një rit politik që sot jam unë, nesër vjen ti, hi kryetari, vjen një kryetar tjetër, domethënë kjo nuk është paralele, por nëse e shohim nga aspektet politike në Turqi dhe në Shqipëri mund të kemi krahasime të tilla, normalisht mund të kemi krahasime, dhe në Shqipëri ishte në arrest shtëpie lideri i opozitës, po ashtu edhe ish presidenti u kapsi me qenë një hajdut, domethënë rrugëve, atje u ka arrestuar, po të qenë në burg atje, po edhe një gjë për shembull ndodhen edhe të kryetari i opozitës kurde, ka 7 vjet që është mrena dhe ende nuk është dhënë asnjë dënim, domethënë për të ka 7 vjet mrenda. Edhe kemi paralelit për të, por me i quhet paralele këtë sepse kanë qenë bashkë apo ka qenë bashkë, kem duket e pashur, por pavarësisht se nëse e shohim nga etika morale e politikës, atëhera se kush vjedh, se kush nuk vjedh, atë do të vendos gjykatat dhe unë si çfarë them domethënë për këtë punë, por nëse e shohim edhe lëvizjet juridike qoftë në Shqipëri, qoftë ashtu lënë shumë për të dëshiruar, diku i vetë emri SPAK, diku i vetë emri FETÖ apo terror kurd edhe të tjera, normalisht që kur shtetet kanë probleme të brendshme, kanë probleme ekonomike, kanë probleme sociale, duhet ta eksportojnë krizën e tyre. Domethënë dhe kjo është normale si për Shqipërinë, si për Turqinë, sepse do të thënë kjo që nuk kemi vende si Norvegjia apo si Suedia me një demokraci të konsoliduar, ne ende edhe pronën tonë që na ka lënë për shembull gjyshin nuk e kemi në Shqipëri. Ose këtu Ekrem İmamoğlu thonë që nëse sot ma marrin diplomë mund, nesër vinë ta marrin shtëpinë ty, domethënë edhe vetë debatet shoqërore apo politike në televizionet tona dhe turke tregojnë edhe cilësinë tonë se sa jemi të konsoliduar me demokracinë apo të menduarit ndryshe për një në thojza për një Shqipëri apo për një Turqi evropiane. Sokola, mendoni që ky veprim i autoriteteve turke do e pengojnë, do e sfumojnë pushtetin në popull të Ekrem İmamoğluit, apo do jetë një spunto që ati t'i rritet populariteti ndodhur në kushtet e ndëshkimit, ndoshta që akoma s'kemi një vendim gjykate, por duke parë vendin ku ndodhet, s'është çudi që të jetë një, po themi, arrestim me prapavi qartazi politike. Pra, do dalë më i fort apo mund të ketë gjasaj që
Me këta arrestim, karriera politike e Ekrem İmamoğluit të ketë përfunduar? Po nëse normalisht ne kemi një vendim gjykate, kjo është e para, por nëse një vendim gjykate si një akt akuzë pranohet nga gjykata dhe vazhdon hetimi, vazhdon do të thënë gjyqja seanca më janë një radhë të parë në Turqi nuk mbaron ato seanca të paktën për 4-5 vite dhe kështu që në zgjedhjet e ardhshme Ekrem İmamoğlu duket shumë e vështirë që të jetë kandidat rival i Erdoganit. E para, e dyta, nëse e shohim që logjikën turke njerëzve që ju hahet e drejta atyre, për shembull, ato vinë duke u forcuar sepse vetë populli turk, domethënë nga ana sociale, sociologjike, vazhdimisht në histori, domethënë sidomos 100 vitet e fundit, 102 vitet e fundit të shtetit modern turk, gjithmonë kanë përkrah ato që është hëngur pa datyrën që është bë pa drejtësi. Në të njëjtën mënyrë, nëse kthehemi 23 vite më parë, edhe Erdogani u arrestua, u fut në burg, u dënua sepse kishte kënduar një poezi dhe mas gjithë kjo padrejtësi që u bë atij e bëri Erdoganin që të ishte lideri i vetëm dhe direkt pasi formoi partinë pas 11 muajve, që formoi partinë e tij, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, AK-Partia, ai u bë për herë të parë pas disa dekadave në Turqi, u bë i vetëm, domethënë mori aq shumë vota saqë ishte në qeveri i vetëm. Dhe kjo e tregon që populli turk është me atë, domethënë përkrah më shumë atë që i bëhet pa drejtësi, por edhe po kjo parti, domethënë këto, edhe pse në atë kohë Erdogani, nëse na lejon të kthehem, ishte nuk ishte të drejtën të kandidonte për deputet dhe vetë legjislacioni turk për të qenë kryeministër do të ishte deputet në radhë të parë. Për këtë kjo parti CHP, domethënë kjo partia e Ekrem İmamoğluit në një qytet afër detit të Zi andej i anulloi domethënë zgjedhjet dhe në atë qytet u bën përsëri zgjedhje pas 3 muajve dhe kjo CHP, partia e Ekrem İmamoğluit, ja dha të drejtën Erdoganit të kandidojë si deputet dhe të bëhet deputet dhe u bë deputet e pastaj kryeministër. Domethënë është një gjë që sipas opozitës kjo këtë Erdogan që e ka bërë, Erdogan në fakt nuk ka bërë partia e tij, por ka bërë partia e Ekrem İmamoğluit, dhe të njëjtën gjë që ja kanë bërë të tjerët Erdogan tani po ja bën Ekrem İmamoğluit, por pyetja që thotë do të thënë edhe kjo që si do ta komandoj këtë periudhë, domethënë opozita turke, po ashtu edhe pozita, sepse nëse e shohim domethënë për herë të parë, siç e thashë pak më shpart, që për herë të parë që presidenti Erdogan për një gjë jetike në Turqi, domethënë nuk ka folë ende dhe kanë kaluar 24 orë. Dhe kjo le pikë pyetje, me sa shohim domethënë në mentalitet, domethënë në televizionet turke, në komentet e kolegëve tanë, thonë që Erdogani po mat edhe pulsin e popullit, domethënë se si do ta shohë dhe nëse populli kthehet kundra, që siç e thash pak më parë, se është ndaluar të bëhen protesta deri ditën e hënë, domethënë deri te dielën në darkë, përsëritje populli ka qenë përjashta. Dhe Erdogani shef, nëse shef Erdogani që përkthej çdo gjë kundra atij, domethënë ai do t'ia lënë fare një ministër, do t'ia lënë fare një prokurori, sepse këtë metodë ka Erdogani, domethënë të 20 sa vitet në qeveri, kur gjërat kanë shkuar shumë keq, i ka lënë të hecin, domethënë për së keqi, pastaj ka thënë që ka qenë Fethullah Güleni, ka qenë Gezi Parku, ka qenë armiku, është Amerika, nuk na don bota, dhe këtë ditë ta përdor Erdogani. Në fakt, kjo varet se si do ta konsolidojë në vetë me votuesin në popullin turk, qoftë qeveria, po qoftë edhe opozita. Sokol parë këto 24 orët e para, si mendon ti, ka gjasaj që popullit ketë një lloj reagimi shumë të fuqishëm që ta detyrojë Erdoganin që të marrë një lloj tërheqje siç e thatë dhe ju, për t'ia lënë pastaj faj një prokurori gjykatësi, një ministri? Normalisht një gjë e tillë është hera e parë që ndodh në këtë sferë, domethënë sferë politike, që të arrestohet kryetari më i madh i bashkisë, kryetari i bashkisë më të madhe të Turqisë, është hera e parë në Turqi, por gjithsesi nëse njohun politikën turke që një shekull që jam këtu, mund ta them këtë që mos reagimi i Erdoganit ose tregon ose
do t'ja lënë fajin dikujt, domethënë do të ikun disa ministra ose disa gjyqtarë, prefekta apo në drejtor policie, ose në të kundërtën, po lënë që të shfaqet çdo gjë për jashtë dhe pastaj bën përdor forcën e policisë që këtë ka përdorë vazhdimisht, domethënë qoftë në Gezi Park, në kohën e FET-s, në fushët e ushtarëve, në të gjitha, edhe këtë domethënë nga është një gjë që është shumë e vështirë që të themi që Erdogani pas 3 ditë të bëj këtë apo të bëj këtë. Siç kur themi domethënë për Trumpi që do bëj ashtu, domethënë nuk e dim çfarë do të ndërë. Pas 2 orë flet tjetër gjë, edhe Erdogani është një po vetë heshtja e Erdoganit lën të kuptojë domethënë që me të vërtetë tash nga ka kuptuar që problemet sociale në Turqi, problemet ekonomike janë kolosale. Vetëm për 24 orët e fundit bursa turke ka humbur 7%. Pikë, po ashtu edhe vlera e lirës turke ka humbur 8 deri në 12% ka rënë. Domethënë edhe kjo është, po ashtu edhe Banka Qendrore në prononcimet zyrtare të ditës së sotme, ishin që dje për të mbrojtur mos rëndjen e lirës turke, Banka Qendrore turke ka futur në treg mbi 9 miliard dollar nga rezervat e veta dhe sa do t'ja arrisin që ta mbajnë domethënë në këtë sistem. Tash Erdogani duhet të shohin këto të gjitha, por duhet ta them edhe këtë me sa e njeh edhe personalisht vetë presidentin zotin Erdogan që është i pa imagjinueshëm edhe pse normalisht ka këshilltarët, ka ministrat e fortë, ka të gjitha në dorë, por gjithsesi atë vendimin e jep personalisht dhe si mund të reagojë Erdogani me këtë, normalisht që na duhet ditë, domethënë të paktën deri të hënën ose deri të hënën maksimumi 4 ditë para burgim janë me ligjit turk, por nëse mund të mbarojnë punë sot prokuroria dhe mund të arrestojnë Ekrem İmamoğlu'n, masanet seriozisht do të jetë gjëra që edhe të pa imagjinueshme deri më sot, domethënë në politikën turke, qoftë nga ana e Erdoganit, por qoftë nga ana edhe opozitës, sepse opozita është e përbetuar që nuk do të rrijë brenda, pra do të dalë për jashtë të kërkojë të drejtën e vet. Atë të jetë një dinamo që do të japi forcë kësaj dhe këtë dinamo do ta shtypi Erdogani me forcat policore ushtarake, kjo do ta shohim, por duke pa edhe gjendjen sociale dhe problemet jetike, domethënë ekonomike tek populli, besoj që ose të paktën mendoj tani për tani, nëse masë mund të ndryshojnë vetë rrethanat, por mendoj që Erdogani do t'i lejë edhe ca ditë që të shohë reagimet e tyre dhe gjithsesi edhe nëse arrestohet Ekrem İmamoğlu, por edhe se nuk arrestohet, do të gjejë një fajtor, domethënë për ta shfaqur, për ta larguar totalisht veten dhe qeverinë e tij nga ky akt, sepse Universiteti i ODTY-s dhe u qua në këmbë, po ashtu edhe Stambolli, Izmiri, është shumë interesante që kjo për herë të parë, sepse në Turqi që pas vitit 2016 me puçin ushtarak, këtu është ndaluar të bëhen protesta dhe është një gjë krejt tjetër, për shembull këto po mendoj unë tani, domethënë të 24 orët e fundit, sepse prefekti Istanbullit ka ndaluar të gjitha llojet e mbledhjeve, të mbledhjen qoftë nëpër parti apo edhe të dielën që do shkojë me votua dhe këtë e ka ndaluar, domethënë prefekti Istanbullit, por është shumë interesante që ditën e shtunë e dielë ku është dita e Nevruzit, atë nuk e ka ndaluar, domethënë, sepse ai për këtë kurdëve, të gjyqisë dhe vetë Erdogani ka bërë një marrëveshje pas 50 vite si shtet turk me krye terroristin Abdullah Öcalan, që të ulen armët nga PKK-ja, por ky Abdullah Öcalani ka arritur që deri në ditën e sotme paktën shifra zyrtare mbi 40.000 ushtarë të vrarë nga forcat e terroristit të PKK-s. Domethënë është një kolaps ku Erdogani besoj që ditë luaj, por normalisht do të masi edhe pulsin e popullit, si do të jetë domethënë të reagime, nuk e di, por nëse shohim median e Erdoganit, që është totalisht 90% totalisht e kontrolluar nga Erdogani dhe miqtë e tij, shokët e tij, ato tregojnë që me patjetër Ekrem İmamoğlu dhe maksimumi dhe ditën e hanën, në darkë, ai do të arrestohet për krye organizator i terrorizmit në Turqi. Dhe nëse masanej ndodh kjo, do të flasim ndoshta krejt gjëra të tjera.